Konkursi gjuhës shqipe po zhvillohet në Korçë me pjesëmarrjen e nxënësve të klasave të nënta nga të gjitha shkollat nëntëvjeçare. Ky është viti i tretë i zhvillimit të këtij konkursi, ndërsa si temë është përzgjedhur gjuha shqipe dhe komunikimi qytetar në epokën digjitale. Sot starton ky konkurs, i cili ka në përbërjen e tij 4 skuadra përfaqësues të 4 shkollave. Synimi i këtyre konkurseve së pari është përballja e nxënësve në një konkurim, le të themi, të shëndetshëm, ku testojnë njohuritë e tyre të marra në lëndën e gjuhës shqipe dhe të letërsisë. Edukon tek ata atë ndjenjën e një konkurrence të shëndetshme, krijon emocione pozitive patjetër, edukon disiplinë dhe etikë mes nxënësve. Teza e këtij konkursi përfshin 7 rubrika, të cilat janë të vlerësuara me një sasi të caktuar pikësh. Skuadrat fituese do të konkurrojnë në vazhdim në një gjysmëfinale dhe më tej finale, ndërsa përballja do të vijojë në kryeqytet, ku do të garojnë më të mirët e qyteteve. Një konkurs i tillë i shërben nxënësve edhe si një përgatitje e mirë pasi ata ndodhen para provimeve të lirimit.